Jam Adem Kisa që ka ardhur nga Sorega, por që është shqiptar zviceran, edhe është kënaqësi që unë kam pas shumë biseda që bëm, pas një kafe që pim së bashku me Gjindonën dhe kolegun e tij që ka dhe auditorin. Jemi këtu, unë me që më foli shumë për derën e Zhëmërgajxhorit, dhe mora këtë librin këtu, Shnime kujtime është një lloj memoristike, nga Gjon Margaxhoni i ri, ka qenë deputet dhe diç pak më herë, por ka qenë deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Dha shumë kënaqësi të dëgjoj për ju, për gjërat që bëni dhe që keni bërë në historinë kinematografike të Kosovës dhe më tej, sepse do flasim më sa kur do gjejmë që flasim pak më gjatë, të kuptoni se kush është Ademi, vjet për të bërë diçka të veçantë. Tu në Mirditë. Unë më spori jam shumë mirënjohës dhe t'jam nga zemra Gjergj, ku jam këtu në këtë institucion kulturor, me këto fotografi që këtë histori nga mrapa, të bimuara nga rënjët e mirë ditës, dhe më shqip emri, mirë ditë. Kjo mirë ditë është e shqiptarisë. Këtu ka lind prej këti buri, prej këtyne pinjollëve, prej këtyne shtëpisë Margaxhoni Mirditës, që kanë mojt edhe botin, edhe traditën edhe kulturën. Ti Gjergj, me këtë emër të madh që e ke, Morgaj të falenderoj nga zemra, unë jam shumë i privilegjuar 35 vjet në përskenat evropiane, kur ma i nderuar se sot s'kam qenë që jam me ty. Unë du nga falenderu një artistet madhe t'jujen, një bit t'jujen të skenës të zërit brillant Bardha Gegin. Po edhe të falenderoj nga zemra që në bashkove me këtë vlog, edhe ty të dëshiroj atje ku do që t'jesh ktheju kësaj Mirditës e këtu i tje, edhe bëne bumin, bëne vullën si kur unë që bëju kthejna ta shqiptarisë. Unë jam banus i Kosovës, për jam shqiptar. Falenderoj nga zemra. Edhe i gjë tjetër, Adem, edhe i gjë tjetër. Ne do lëvizim tani me Ademin. Do shkojmë një vend dhe do flasim pak atje, sepse realisht mu pëlqen shumë njerëz që vinë Mirditë, që du ta vizitojnë, kanë afeksionin e shtuar, është e normal, dhe sidomos pjesa që vjen nga Kosova. Ngaherë kam thënë shpeshherë që ata që janë jashtë, që vinë nga Kosova të tjerë, e duan Mirditën më shumë se ne që jetojmë këtu, dhe është shumë e rëndësishme. Por mbi gjitha, ata që e duan me vepra, kjo është shumë e rëndësishme atë. Dhe di që është një gjë që do ta flasim në një vend, do të flasim në një vend, do të jetë shumë surprizë, ku do flasim, do t'ja bashkëngjisim kësaj bisede që bëjmë këtu, ke vendi ku unë punoj ke studia ime, dhe do shkojmë temën. Okej, a i Faleminderit, ikëm. Hajde. Po. E tash. Tani prej atje, te studio ime erdhëm këtu. Jemi në përlat epër me Ademin edhe shi. Adem domethënë, cili është projekcioni juaj, çfarë po mendoni për të bënë Mirditën në planin kinematografik? Unë tani si regjisor kam një skenar ku janë të i bën para përgatitjet e filmit artistik të metrazhit gjatë për heroin kombëtar shqiptarisë Besim Drecën. Filmi është historik, i zhondrit lirik. Heroin Besim Drecën du me e bo një brejnard shqiptar, jo një mbyc, po një revolucionar, si që është Ademi Afshari apo Che Guevara. Kështu që të falemnderit ty Gjergj mas pari që na prunin këto perla vendet Mirditës, në këto kulla ku të qajnë për kinematografi. Qajnë për kinematografie, thot, ja. Qajnë. Se e shef në planin kështu, për profesional, si qajnë për banorët e hershëm, Bravo. qajnë për kinematografie. Po qajnë për kinematografi. Kjo zonë e Mirditës, zonë artistike, duhet me nëjë pas Hollywoodi, lakmi, Ashtu, Hollywoodi? që ata kanë bo artificial, kurse na kemi natural. Natural. Të më thonë, kjo Gjergj, edhe në kjo qati, këtoj kulle, ode e Adem Nrecës, babës Besim Nrecës, ku del për dritare dhe maltretohen burrat para kullës, këtu nga policia makabre serbe. Po. E Miloševićit.
Prandaj unë jam shumë e emocionuar, kështu që jam në heshtje pak, duke e përdor imagjinatën time artistike se unë jam qaj makabrusi, ai idioti i cili ka bë makabra të mëdha. Ti të luash rol negativ. Unë rol negativ e kam të antagonistit të Dragan Shoshkić. Kurse protagonisti është Besim Dresa, Lorem Kleçka, përshëndes nga zemra burr. Këtu është oda jote Ftorim, ku kime lujt besimin. Shumë bukur. Edhe një gjë tash, një gjë do t'ju them për Besim Dresa. Besim Dresa në Tuareg, në atë zonë, domethënë, një figurë legjend ashtu e luftës për lirinë të Kosovës, është me rrënjë hershme mirdite. Bravo. Normal, një regjisor i madh, aktor i madh dhe menaxher i shkëlqyer i artit kinematografik nuk ishte si mos zgjidhte mirditën. Dhe unë besoj se gjithë konfigurimi në planin e një skenari regjisorial ta jep mirdita për këtë figurë të madhe të kombit shqiptar. Unë jam ka flej se 15 vjetë e më shku skenari me Besnik Ramoni. Besnik përshëndes skenarist. Ja pra vendet e gjerimit. Libri i regjis është këtu, Besnik, si pas skenarit tënë. Profesoris Qosja përshëndes nga zemra prej mirditës se Besim Ndres. Me Gjergj Markajn, i cili është një krius, një artist, një kronolog i mirë i traditave dokëvërite dhe zakonin shqiptare këtu në mirdit. Gjergj, nga zemra të përndërë. Falenderoj. Edhe një tjetër surprizë, se unë tani, si gazetar që jam, nuk rri do të pa ngasmuar, kasti profesional i aktorëve, do të ketë aktor me emra ky film? Do të ketë po shumë emra të mëdha të Shqipërisë edhe shqiptarisë, nga më të mëdha nishat, numër 1. Siç është prej Timo Flokos, Rashad Albani se ran, po nuk po i numëroj tjerë. Okej, pra imagjinoje se çfarë do ndodh këtu pas disa muajsh. Po, do të thonë fillojmë kismet prej Zotit në mars 2026. Kamerat veç kanë me lulzu këtu në këto treva, mirditës, bashkë me ku e kam asistentin. Për gati një javë. Po, për një 10 ditë këtu gjerime. Do jemi këtu me gjerime. Po, me gjerime. Po, mrekulli. Një 10 ditë do të flem mirdit, jemi mirditor. Në fund kanë me mendu që është gjeru në Maqitev, po në fund filmi thamë është mirdita që është gjeru filmi. Do t'ja u bëra një surprizë edhe shqiptarisë në Kosovë. Prandaj drejton fondet, faleminderit nga zemra që po më shoqëron bashkë me Gjergjin. Edhe po na filmon drejtoni, që e kam asistent. Që ja shumë aktiv. Është një student i cili ka diplomuar në akademinë tonë. Bravo. Të arteve. Edhe tani kujtim kush ishte? Kujtim Jaku. Kujtim Se jemi te kujtimi i bletëve këtu. Po, te kujtimi. Se do na bjerë mjaltë kujtimi. Edhe kujtimin do ta falenderoj se na prini përpara bashkë me ty. Unë jam shumë i fjetur, i qetë, do të thotë Gjerisa. Tash po punoj me imagjinatën time se 3 gjëra janë kryesore, ju kom thonë edhe aktorët mi në akademi. Imagjinata, rrethona dhe fiziku, trupi. Nëse i përdorim këto 3 gjëra, unë si regjisor, unë nuk frikohem, shkoj me aktorët e mirë me filmin në Hollywood dhe marr Oscar. Okej, mrekulli. Ishim këtu me Ademin. Është një ikonë e kinematografisë jo vetëm të Kosovës, absolutisht, po edhe në tregun evropian të tjerë. Dhe proj dhe punoj në Zvicër. Dhe pishi tani, se hymë të më përkullat e vjetra, edhe ju, na falin që u kemi hymë kështu pa leje, po, na një më kujtim, nderuar Jaku. Ja, që që bërë Ademi. Unë si regjisor, hyna me kontrollu shtëpinë 6 vjeçare. Shtëpia Lel Ngollit ajo. Në atë shtëpi hyna, edhe pse rënuar, kam e bo një skenë dhunimit aty, po një shumë keq që po shprehna kështu. Se veçavojnë, por e gjeta një filxhan. I shkon këtë pluhur, ja heqa pluhurin, edhe këtë filxhan unë kam e qunë në syrin Zvicër, në banesën time, filxhan mirdite. Edhe gjithmonë që filxhan kam e pi kafën. A shiri? Gjergj. Ja, çfarë do thot muzeologjia? Shpirtërore. Këtë filxhan unë kam e pi kafën time, edhe as kusht tjetër nuk pin kafe këtu, pos unë. Ja, këto janë lidhjet e një artisti të madh. Lutem. Me rrënjët e kombit, në të rast me rrënjët e mirditës. Ja pra lulja mirditore unë këtu, o vëlla, krejt çdo lul që është, tu lulzon këtë filxhan. Prandaj unë jam shumë krenar. Këtu, në këtë shtëpi, këtu
Ktu po me qenë një odë, po është okej. A di pse? Kjo është një strategji e madhe, të më thonë. Hajde. Po në mrena, me kërku besimin natë, ditën ta. Besimi hinë toalet, pe toaletit se poshtë, edhe hinë të majtë. Skenari që po pyta ne. Shpi besim ndresa atje. Domethënë, ai hyn polic, kurrat janë aty kur besimin, pa. Ai hyn toalet, pe toaletit se poshtë. Tu edhe me atë molin për pjesë. Edhe hikin mali ja ku është pjesa. Tani hajde hamon. Ja ku fillon filmi, shihni ku fillon filmi. Tani pas ardhjes nga përlati epër. Po. Me Ademin, edhe dritorin. Dhe jemi ke konaku i Gjindonës. A e mendoj që do kishte këtë divizë mirë ditë? Mirë se u ka pro zoti. Glazem. Faleminderit. Aktori i madh i vojim. Është unë kom pas ëndër këtë ardhje, me të thënë drejtën me vitet e tona, po se më bëhet realitet ëndra ime, unë se kisha mendu. Po të fashim vlerët shumë. A është, çfarë thotë, alkimia artistëve, Ja ta më shet kesin. Bravo. E njofën, pa ne Gjin, pas na i zemë. ke koçi e njoft me Ademin. Sepse 20 vjet. dy veta janë. Të mbaj 20 vjet gjesh. Ma tepër se 20. 20 vjet e driton. Po, qartë. Edhe se kemi shu Ja. ka zemër, ka zema që ta shoh. Is aktori i madh me zemër të madhe. Djavëje. Bravo. Nuk e Sa thjesht. të A po djavëje. na shërbëj Majlinda sot? Pa. I kemi fut punë me Linda. Bravo. Edhe to e meritojnë respektin Gjergj Marku. Edhe kur më tha ky që ja ndaj mund Gjergj Marku më ardh në për edhe thash, i thash Adamit, çu thash, Gjergji tore e ka më mirë sa unë. Gjergji ka studiu në detaj drejton me ditën. Detaj. E don me zemër, tu ishin dur, kur i pa buk, e pa bo emision nuk Po, duhet me bë. A vërtet. Shiko tani. Tha jetuar polenë duhur. Folin e dur. Okej, do më shiko tash. Se e tham atje gjin. E tham atje në shkum këtë kulla, po e interesant është kjo gjë. Edhe ke kullat e përlatit, jemi ndaj dhe ku i pëlqeu ky plani për filmin që do bëje për besimin. Zoti marrja për i Për luftarin e madh. Ka një gjë shumë veçantë se ke kullat që ishin te kulla e të parëve të një artisti, Bardo Kokës. O sa bukur. Edhe çka ka marrë ajo kulla, shishi. O sa Shishi, bukur. sa ka? Ajo kulla ka 30 vjet se s'ka më njëri brenda, ky gjet një filxhanin, ha. U i mrena, edhe këtë filxhan vetëm pak ja kum po vegën. Edhe ka marrë. E pasuri. E pastruar durët e mia dhe ky është dheu i Mirdit, mrena. Është edhe filxhani i Mirdit, ja pra. Këtë filxhan unë do ta marr prej filxhan mirditor është. Ta marrë sa të kesin. Me këto lule të bukura që janë të kulla të Mirdit, unë do ta çoj në Zvicër. O ta marrë. Çdo mëngjes kam e pi kafen me këtë filxhan Mirdit. Okej. Ja kjo është ky është që i themi shpesh herë turizmi patriotik i Kosovës, që vazhdon ta furnizojë mushkrin e Shqipërisë. Bravo. Absolutisht, kjo është një mrekulli. Unë Adem Gjisaj, duhet aktori i madh, një vllai rrallë mes nesh, mirë se të ka pru i madh i Zot. mirë se kam gjetë që Ti duhet aktrosh, e mësofsh brezatëri, e të paqim 100 vjet shëkullosh mesin tonë. Gjergji atë kulturës, atë nasi që jemi ne, Dritoni, një aktor i ri, Mi pritin shumë. mirë se të ka pru Zoti. Sot i përgjigjuja Mirë mos se jam erdhe. mes artistëve gjithë. Lutem ja ti. Faleminderit. Faleminderit. Ja. Gëzuar për gjithë. Zuar Zot, zuar, qofshin zuar gjithmonë. Ajo tani që do them para se sa ta mbyll. Do të falenderoj zojën e shtëpisë, Po, nuk mësuesën dhe psikologën se me gjinin jemi dhënë aty në fshat. Dhe mësuesja dhe psikologe Majlinda, e falenderoj shumë Majlindën, na ka bë drekën. Dhe shi tash, ç'a dreka e Mirditës. Sa ke premën, ja 2 pula, gjeta. Mos e merr Shi ja, çdo gjë këtu, nga djati, nga kjo, nga Kej bio, ti ka po nosi. Gjithçka bio, domethënë çka është një mrekulli. Ndërkohë që të dy këta i bin qeverisë. Po. Ne do ta mbyllim pastaj kur ti një gjë duke kënu të dy bashkë. Mirë se u ka pru i madh i Zot. Ai luftoi për vatan. O zenen hajdini. Emni të luftës na i prini. Na i ka pri ka dhënë fuqin. Bani herbi kur shkru me di. O zenen brevëlla. Këqyri mi të rimat shka janë tu i ba.
Këqyrimi të rima shpo I luftojnë Zonin të në sanaldi të qojnë O zenen bre bur Havenit O sarohet o kura njohet Ani se djem tuhe Lovo janë gjohi jave Kom janë qumore krejt o Kosova Doja me barbur të bagër Maji Et në zemra dhe matorion Njëse edhe dikan Soreka I Kosovës Mirë se ju gjeta respekt shumë. Moshat kesen Koa ty gjaku I jo shqiptajari Rane tok me piper se ri Koa ty gjaku I shqiptari Rane tok me piper se ri mirë sa pro zoti Adam Kicaj Bon plan aktivitetin e tona Ba të ardhi hati me shpirt me. A ishin kora ka O shën të liga Bravo Hanqa zemën të More me një jeman Qime dhe I jepe Po kur Kosovën e mjoj o gërsira Dojna me shduko shdo vjondi O njëse Adam Kicaj O trujke molizot Ovne na prit ka gjithmonë në gazepi Kena shpijat mojet në skrepi Kena shpijat të skrepem skrep Nuk na ban toga ne shumë bereqet Nuk na ban tok ne bereqeti Ne mirë ditrimnin Gjithë ja keme lon veti Zema Kno Adam Kosova, Adam Shqiptaria E mos na prishin moj nano Për 7 vjete Avle ti marrin oj nano Burat leqe Avle ti marrin oj nano Burat leqe U mirë se edhe driton Driton ka shbukur Në zemër e Bravo. tu. E u burrat pleqo moj nano Pleq me mjeker O inshallah jeno moj namnaj Deve tjetër O inshallah jeno moj namnaj Deve tjetër O falinderit që Marko Oj dora me kon, oj dora me kon Ku e ke lindin që ta kohan Ku e ke lindin që ta kohan
Mindimin e kam, mindimin e ruj. Mindimin e kam, mindimin e ruj. Ditën e gjumave qato do t'luj. Ditën e gjumave qato do t'luj. Mos ta veni faj sepse kjo mas pijes, sa të mund në të këtejnë përbërë. Moje majre hojë gari, jesi lulja e sharit. Moje majre hojë gari, jesi lulja e sharit. Qeqen e pranë ver, dhe shmandat mer. Qeqen e pranë ver, bushur kat mer. O vetë me tete, dua e tash m'keha ruan, e tash m'keha ruan. O t'ano jamba nete, mos me n'haroj krejte, mos me n'haroj krejte. Jemi të bëj këngë të Skënderbeut të Kosovës tonë, Ademja Shari tonë. Bravo, da. Mora fjan e mora barkun, mora qarkun, me i thurkon bash legendarit, ti këndojmë Ademja Sharit, ti këndojmë. Tarsa vjet se shep prekazin vere qakun. Tarsa vjet se shep drenicet. Tarsa vjet dhe Mitrovicet. Tarsa vjet. Qoa thos në zojt e malin dhe biribilat. Qoa dem, po ton lunet trandofilat. Qoa dem, po ton konte tua primat. Qoa dem, qohu shpet mas vite vari, thot në melodja qosëm jam. Ta fraditi balin doka qose tin, të kërkone të në Kosova ty jade. Mora fjan e mora hargun, mora qarkun, me thurkam bash legendarit, ti këndojmë Ademja Sharit, ti këndojmë. Roftë zemra tona, i modhi Ademja Sharin.